një aneks i kuzhi gjellturës është furnizuar me lidhje direkte, për ndryshe është vjedh energjia elektrike. Të dhënat tregojnë se shpenzimet e rrymes dhe faturimi nuk përputhen në një tjetër zonë të kryeqytetit. Një aneks i një biznesi dyshohet se po furnizohet me një linjë paralele ilegale. Ekipi special i Kecit nis kontrollin për verifikimin e dyshimeve. Po që e kombo të rrymë. Qëre që këtë ishë pëndosë që? Qëre që këtë ishë pëndosë që e telefonësë? Qëre që kombo të bështë tash? Ku bështë në që funi që asoj në huët? Funi që asoj në huët? Në minutat e para të kontrollit, ekipi dokumenton dyshimet. Frigorifer, enlarse dhe pajisje të tjera përcjellëse të kuzhinës po furnizohen me një lidhje direkte. Lidhja gjurmohet dhe eliminohet. Gjatë kontrollës kemi vrejtur se ka bërë anashkalim të njësurit ku energjia është shpenzuar dhe më nuk është mat. Një aneks i kuzhi gjellturës është furnizuar me lidhje direkte, për ndryshe është vjedh energjia elektrike. Cilat pajisje janë gjetur duke furnizuar me atë lidhje direkte? Pajisjet e nevojshme për kuzhinë, disa frizat të mëdhej, ka pasë enlarse të mëdha për ende domethënë edhe disa tjera pajisje përcjellëse për kuzhinë. Gjatë procesit e kemi eliminuar edhe lidhjen direkte, kështu që është hyrë në gjendje të drejtë.